emigrimi hap një problem apo hap një plag në aspektin emocional në momentin kur ndodh, ose në vitet kur ndodh, por është një bekim i madh për vendin kur emigrantët një pjesë kthehen mbrapa, sepse emigrantët nuk sjellin thjesht disa kursime, emigrantët sjellin dije të reja dhe sjellin një mënyrë të parit botës që është komplet tjetër nga çfarë ti e ke kur jeton i mbyllur në një vend. Dhe të gjitha vendet që e kanë pasur këtë moment që ne na qelloi ta jetojmë të fundit, sepse ne të fundit dolëm nga rrethimi, i kanë parë hajrin këtij, po themi, investimi individual që bëjnë shumë njerëz, sepse të dalësh të ikësh të kërkosh një jetë më të mirë diku tjetër është një investim individual. Por i bashkuar në shumë individ, ky kthehet në investim kolektiv kur vin këtu. Dhe faktikisht çdo emigrant që kthehet është një burim njerëzor jashtëzakonisht i çmuar. Kështu që nëse Olti dhe ju dhe Saranda e ndërton të këshillin e të kthyreve, se ka dhe i gjë që tha zonja, unë e kam parë vetë, prandaj bëm dhe panairin e parë të punës në Athinë, do bëjmë prapë në Vjesht, se ka dhe i gjë, ju keni qenë në Greqi, dhe me siguri e dini më mirë se unë, po unë të paktën kam mundur ta kuptoj nga komunikimet që nuk e besojnë ata këtë që thoni ju. Kjo e gjitha që po zhvillohet këtu, ata e shohin dhe nuk e besojnë. Ata mendojnë që në Shqipëri nuk t'japin lekët, nuk të paguajnë rrogën, nuk të trajtojnë fare, tjerë punëtorët trajtojnë si kafsh. Domethënë është një mënyrë të menduari që është krijuar qoftë nga gjithë pocaqësia që flitet tu për ditë, por qoftë edhe nga është dhe i dëshirë e brendshme për mos e besuar, sepse pastaj duket sikur ti ç'a bëj unë këtu? Ç'a bëj akoma unë Greqi? Atëherë fillon edhe i jep argumenta vetes, po jo më lëre tani se s'është kështu atje. Ja këta që folën kush e di ç'a janë aktor. Nuk është e vërtet, zonja s'ka mundësi të ketë qenë në Greqi e të vi këtu e tani të ketë hapur dhe restorant, me siguri do jetë në një pastruese e bashkisë që e kanë marrë të bëjë sikur është emigrante e kthyer. Ky çfarë emigranti ky? Ky me siguri në një kriminal që merret me skafe edhe me këto që merren mund drogë këto. Edhe ja ku e kanë marrë aty tani një edhe i thonë fol ti bëj sikur ke qenë në Amerikë. Ai tjetri çfarë me një polak trafikant atje dhe flasin. Domethënë është tendenca për të mos e besuar. Kështu që po patjetër. Ti s'ke pse ofendohesh që themi të vërtetën këtu. Tani